Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wala aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. As-salatu was-salamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Po filloj me ligjëratën e 65 të shpjegimit dhe leximit të veprës Meraki el Felah, Sharh Nurul Idah të Imam Shërumbulalit, rahimahullah. Edhe sot do të vazhdojmë me shpjegimin rreth çështjeve të namazit të xhenazës. Në ligjëratën e fundit përmendëm ruknet e namazit të xhenazës, kushtet e namazit dhe sunetet e namazit të xhenazës dhe forma e faljes së namazit të xhenazës. Kurse sot një nëntitull tjetër kemi, ku thot faslën, pra nëntitull se kush ka prioritet ose përparësi që t'i prij faljes së namazit të xhenazës. Thot Imam Shërumbulali, as-sultanu e haqqun bi salatihi li vajibit ta'dhimihi. Udhëheqësi i Islam, khalifja, sultani, kryetari, sido që quhet, po bëhet fjalë për udhëheqësin, për njeriun e parë të shtetit Islam, thot ky është njeriu më meritor ose që më shumti ka përparësi për faljen e namazit të xhenazës. Pra kur ai është prezent në një namaz të xhenazës, askush nuk ka të drejtë të e fal namazin e xhenazës pa lejen e udhëheqësit. Pastaj thumma naibuhu, i autorizuari apo zëvendësi i tij. Mund të jetë në aspektin e hierarkisë si zëvendës, mund të jetë jo zëvendës në kuptimin hierarkisë, po i autorizuar i tij që e ka autorizu, ai nuk është aty ose për shkaqe të ndryshme nuk mund të jetë prezent, po e ka autorizu dika dhe ai që është përfaqësues i tij. Li'annahu as-sunna, sepse kjo është prej sunnetit. Thumma al-qadi li wilayatihi, i pari që ka përparësinë është udhëheqësi Islam. I dytë është naibuhu, zëvendësi i tij apo i autorizuar i tij. Thumma al-qadi, pastaj gjykatësi, bëhet fjalë për gjykatësin Islam, i cili është autoritet për zbatimin e ligjit dhe njëkohësisht për mbrojtjen e të drejtave të muslimanëve. Sepse gjykatësi përveç që shqipton dënime atyre që bëjnë krime, ai çka bën? Mbron edhe të drejtat e njerëzve, qofshin ato personale, qofshin morale, qofshin pronësoro-juridike, është njeri i ligjit që e zbaton ligjin dhe çdo kush i nënshtrohet procedurës ligjore. Për shkak se ai si autoritet është mbi gjithë këto dhe ka qenë edhe autoritet për të vdekurin, për së gjalli është autoritet edhe pas vdekjes së tij. Thumma sahibu shurta, pastaj normal flet për një hierarki islame, shtetit islam. Pastaj, si i thonë, sahibu shurta, kryetari i autoriteti policor, që është i sigurimit në teren. Thumma khalifetul qadi, pastaj ky i autorizuar se zëvendësi që me automatizëm e zëvendëson gjykatësin. Pra, sultani, zëvendësi i tij, kadia, kryetari i kadia, në këtë rast mos të harrojmë, në këtë kategori të kadijës radhitet edhe nosioni mufti, pra titulli mufti. Pastaj vjen sahibu shurta,
jo kryetari, po si i thojnë këti, udhëheci i policisë që është përgjegjës për sigurimin e një tereni, pastaj zëvendësi i kadijes. Thumma, mas këtine, nëse këto autoritetet shtetërore që merren, qëllimi është ky pra, motivi që ta kuptojmë, nëse janë autoritetet shtetërore që kanë vilaja ame të përgjithshme mbi popullatën, këto janë që bartin përgjegjësi dhe njëkohësisht kanë edhe shpërblime, sepse ti jesh një gjykatës i drejtë, të mbrosh çështjet islame, ta çosh, ta zbatosh drejtësinë, një orë, thot pejgamberi alayhis salam ka hadith, një orë gjykim me drejtësi është më e vlefshme se sa 70 vjet ibadet nafile. Drejtësia është çështje madhore. Këto që e kanë këtë përgjegjësi, kanë edhe merita, pra kanë edhe shpërblime. Po autoriteti i tyre që është hierarkia shtetërore, pastaj ku vjen? Thumma imamul hayy. Pastaj vjen imami i lagjës. Imami i lagjës. I xhamisë lagjës apo katunit, ku merhumi e ka falë namazin derisa ka qenë gjallë. Li'annahu radiyahu fi hayatihi, fa huwa awla min al-wali. Sepse i vdekuri ka qenë i kënaqur me imamin, është falë pas atij duke qenë gjallë. Për këtë arsye, thot imam Shërumbulali, imami i lagjës, apo imami i fshatit, ka përparësi për faljen e namazit xhenazës më shumë se sa kujdestari i të vdekurit. Baba për djalin ose djali për babën, vllave kështu me radhë. Pse? Sepse huwa fi sahih, dhe kështu është sipas mendimit të saktë. Këtu e kemi një shembull. Anu Urvata, radiallahu anhu, transmeton një shembull, thot lemma qutila Umar, atë që e përmendëm, kur është vra Umari radiallahu anhu, ibtadara Aliun thumma Uthman, kanë shpejtu, pra kanë dashur, kanë bëu hujum. Edhe Hazreti Alia dhe Hazreti Usmani t'ja falin namazin. Mirë, po Suhejbi ka thënë diçka. Ju ka thënë atyne, ilejkum anni, largonu për mu. Thot, pse kështu? Thot, faqad vulitu min amrikuma. Unë thot jam i autorizuar për këtë çështje. Dhe si i autorizuar, që jam prej vetë khalifës, unë kam përparësi më shumë se ju për faljen e namazit xhenazës për shkak të autorizimit që ka pas prej Omerit për me qenë aj. Wa ana usalli bikumul maktuba. Thot, une jam falin juve farzët. Ju a falin farz mas mu, se unë jam imam. Po, thot, me që unë jam falin juve farzët. Prej nga ju të drejtën me dalë me ja falë xhenazën ti, ma shumë se une. Ki po e fletë Omerit dhe këti Alijës dhe Uthmanit, nuk po e fletë një xhamatit tjesht. Fasalla alejhi Suhejb. Dhe namazin e xhenazës ja ka falën Suhejbi. Pra kjo është argumenti, çka është? Argumenti është se imami i lagjës, i katunit, i vendit ku e ka falë namazin, xhenazën, namazin duke qenë gjallë, ka përparësi më shumë se sa kujdestari i të vdekurit. Kujdestari mund t'jetë baba për djalin, mund t'jetë djali për babën, të është vazhdimisht kush ka vdek. Në El Halebe, në veprën El Halebe, në fusnot po e lexoj, thot kjo është kusht an yakuna al imamu al hayy afdal min al wali. Nëse kujdestari, thot ki autori i Halebes, Ibrahim el Halebi, thot kjo është me kusht
nëse imami është më i përgatitur dhe më i mirë në aspekt profesional se sa kujdestari i të vdekurit. Sepse ka është kusht, nëse i ka vdek baba dhe djali është prej djetarëve të mëdhenj, imami është imam i lagjës, nuk është ki djetari. Po kinë këtë rast, si kujdestar ndaj të vdekurit, por është djetar, është më i përgatitur se sa imami, thot në Halebe, thot këtu nuk e ka përparësien imami, këtu e ka kujdestari. Pra imami e ka përparësien nëse është më i përgatitur, më i ditur, më djetar se sa kujdestar. Kjo është mendim i një personi, a fetfaja e jepët se imami ka përparësi. Thot të njëjtën mendim thot e ka përcjell edhe Sahibul Bahr, autori i veprës El Bahr, thot si thuhet në veprën Raddul Muhtar, në gjuzin e 2, faqe 220. Thumë, pas imamit lagjës, kush ka përparësi? El Wali, kujdestari. Tash kujdestari tha mundet me qenë në kategori të ndryshme. Nëse ka shumë kujdestarë, gjithmonë kujdestarët rangohen në bazë të afërsisë që e kanë me te. Mirë po, nuk e di, më duket e ka. Preferoj të lexojmë. Nëse i vdekur i ka vdek, dhe e kalon djalin, e kalon edhe babën, e drejta e faljes gjenazit është të kujdestarit. Tani nuk ka kalu këta fazët, sa është e miri, sa është kadia, sa është imami. Cili prej këtyre ka përparësi? Baba t'ja falë gjenazën djalit? Apo djalit t'ja falë gjenazën babës? A ulevije po flasim. Cili ka përparësi, se në fundit cili do që t'ja falë, me pëlqimin e tjetrit ajo është okej. Po flasmi për prioritetin. Fil kitab, edhe kush është fil kitab? Mukhtasar Kuduri. Në librat e fikut Hanefi, kur të lexoni gjithmonë fil kitab, dini se është Imam Kuduriu, me lamu tarif, el kitab. El ebu e hakun min gajrihi. Të Kuduriu pra, thot, baba ka më shumë të drejtë t'ia falë gjenazën se sa të tjerët, përfshin edhe djalin e tij. Wa huwa qawlu Muhammed. Ky është mendimi i Imam Muhammedit. Pra pas ka ikhtilaf. Fa amma inda Abi Yusuf fal ibn e hakku min al ab. Pra nëse ka vdek personi, kalon babën dhe djalin, si pas Imam Muhammedit, përparësi, se të dyqem kujdestar këtu. Po cili ka përparësi? Tha si pas Imam Muhammedit, baba ka përparësi ma shumë se sa djali për t'ja falë djalit të tij gjenazën. Ma shumë se sa djali për t'ja falë babës. Ebu Jusufi thot, ja, djali thot ka ma shumë përparësi se sa baba, pra djali duhet t'ja falë, jo baba gjenazën. Mirë po, ka një send tjetër. Edhe kesh gjykimi nuk është këtu, është diku tjetër, edhe mendimi i Imam Muhammedit. Mirë po, Ebu Jusufi këtu e zgjidhën në mënyrë perfekte këtë çështje. Thot, është shumë e vërtet që djali ka përparësi të ia falë, për dallim për Imam Muhammedit, djali ka të drejtë, ka prioritet për t'ia falë babës vetë gjenazën, bëhet fjalë si imam. Mirë po, nga tradita, nga suneti, nga respekti ndaj prindit, këtë përparësi i adhuron babës. Dhe ja falë baba gjenazën, sepse baba
ka vilaje amme, më të gjanë se sa fëmija. Pra, ki e zgjidh mënyrë të, si të them, mënyrë perfekte, thot, po ki ka përparësi, por morë parasysh se ka, ajo është prind i të vdekurit. Dhe ki i vdekuri është pjesë e babës. Baba nuk është pjesë e djalit. Thon, çdo fëmijë është pjesë e prindit. Prindi nuk është pjesë e fëmijës. Thot, përparësinë e ka djali. Ama thot, prej edukatës islame, prej respektit ndaj babës, ndaj gjyshit këtë rast, marë parasysh lidhjen e tyre djalë-babë, thot, këtë përparësi është që t'ja jep babës. وقال الشيخ vazhdojmë të tekstin alt, Sheikhul Meshayikh, hoxha i hoxhallarëve, Imam Shërbulali po e thot këtë, hoxha i hoxhallarëve, el-Allame Nuruddin Ali el-Maqdisi, rahimahullah, thot ka thonë, li takdimi l'eb vajhën hasanën. Edhe ki shkon me mendimin e Ebu Jusufit, që t'i jepet përparësi babës është çështje e bukur, është çështje e mirë. Wa huwa anna al-maqsud ad-du'a lil-mayt wa da'watuhu mustajabah. Që të shkoj lidhje tjetër kohë. Përveç asaj që ka respektin ndaj prindit. Se thot ka hadithe tjera. Për këtë arsye unë shumë herë them, nuk ka logjik gjithmonë ta marrësh një hadith, të nxjerrësh dispozita pa e lidh me hadithet tjera, pa e lidh me argumentet tjera, se argumenti e lidh argumentin. Thot ke Sheikhul Meshayikh, nuk i paska thonë kot ke hoxha i hoxhallarëve, nuk do hoxha i xhamatit, Nuruddin Ali el-Maqdisi, nuk kam shumë informacione kush është ke, thot, me i dhonë përparësi babës, thot është punë e mirë. Përveç respektit, thot duhet të kemi parasysh edhe një fakt tjetër, se namazi i gjenazës është dua, lutje. Duaja e prindit për fëmijën mustajaba. Kemi hadithe tjera. Në këtë kontekst, i jepet përparësi وروى أبو هريرة عن النبي 3 دعوات مستجابات që e bin hadithin. Thot, transmeton Ebu Hurajra ku thot pejgamberi alayhis salam, 3 lloje të lutjeve janë të pranuara. Da'watul mazlum, lutja e atij që i bëhet pa drejtësi, wa da'watul musafir, lutja e misafirit, wa da'watul walid li waladi. Lutja e misafirit dhe lutja e prindit për fëmijën e tij. Me që namazi i gjenazës është lutje. Është e vërtet se në aspektin e vilajes, në aspektin e autorizimit, në aspektin e kujdestarijës, djali ka më shumë përparësi. Thot, po është mirë që t'ja jep përparësinë babës për 2 arsye. Një, të respekton gjyshin, se ke ka gjysh. E dyta, ta ketë parasysh se namazi i gjenazës është lutje dhe në këtë rast lutet baba për birin e lutjet e prindit për fëmijën janë të pranuara te Allahu xhallashanu duke u bazuar në hadithin e Buhariu, këtij Ebu Hurajras ku thotë se pejgamberi 3 lloje të lutjeve janë të pranuara, në mesin e atyre 3-ve është lutja e prindit për fëmijën e tij. وسيد أولى من قريب عبده على الصحيح. Pronari i sklavit, të robit, pronari i sklavit, ka më shumë përparësi nëse ka vdek robi, se sa një afërt i robit. وَلِمَنْ لَهُ حَقُّ التَّقَدُّمِ أَنْ يَأْذَنَ لِغَيْرِهِ. Këtu është. Ai që ka
të drejtë për faljen e namazit të gjenazës, ka të drejtë që t'i jep përparësi dikujt tjetër. Këto ndodhin te terrenët tona. Shkon me një xhami, me një fshat, me një vend, imami është ai që e ka përparësinë e faljes të namazit të gjenazës. Imami i vendit. Imami i vendit ka të drejtë, pra në këtë rast, që këtë përparësi për faljen e namazit gjenazës t'ja transmeton dikujt tjetër. Një kolegës, një hoxhës tjetër, t'ja bën një nder, një misafirit, një kuadiun, po që është për atyre gjithmonë është në linjën që ai din me e falë, jo pse është i afërm edhe hayya bina, se nuk kemi të bo. Li'anna lahu ibtalu haqi, sepse ai ka të drejtë të tërhiqet li ibtali haqqihi, të tërhiqet prej drejtës ti. Kjo është e drejta ime, unë jam pronar i kësaj. Po unë kam drejt të heki pronësinë e kësaj që jap dikuj. Wa in ta'addada falithani al-man, walladhi yuqaddimu al-akbar awla min alladhi yuqaddimu al-asghar. Nëse këto janë shumë, atëherë çka ndodh? Kjo ndodh që i dyti nuk ka të drejtë të jep përparësinë këtu tjetër. Për shembull, unë kam shku diku, më ka dhënë mo të drejtën imami, më ka bën nder me fal namazin. Jo, po unë tash pja jap çektin. Edhe kjo shkon në zinxhir pastaj. Këto nuk shkojnë këtu. Fa in salla ghayruhu ay ghayru man lahu haqqu at-taqaddum bila idhnin lam yaqtadi bihi. Unë kam shkuar me një katon, me një gjenazë. Përparësinë e faljes të namazit gjenazës e ka imami i vendit. Po unë e kam shfryzuar rastin xhamatin aty, se kam pyet imamin, ose XX arsye, se për rrethana të tjera, unë e kam falën namazin e gjenazës pa vetë imamin. Pa marrë leje prej imamit. Imami nuk lidhët namaz mas meje. Imami i vendit, ai që e ka haki ati shkash, ai nuk falët pas meje. Wa lehu, dhe ai ka të drejt e adeha për sëritjen e namazit. Pra imamin këtë rast, unë kam shku se kjo është një form imponuese. Dhe e kam falën, kam njerës, e kam falën namazin e gjenazës. Imami jeshtë që s'lidhët mas meje. Do të ebitisë tonë, po të hesë, puna jote s'është gjo. Dhe ai ja falë për zdyti namazin e gjenazës, respektivisht, praktikisht është për zdyti, por ki namaz është i vlefshëm, namazi i parë është i pa vlefshëm. Huve inshae. Tani, nëse ai donë, se nëse nuk donë me bo përqarje, thashtaj me bo anë edhe kuadjone të lovina, është çështje tjetër. من له ولاية التقدم فيها أحق بالصلاة عليها ممن أوصى له الميت بالصلاة عليه لأن الوصية باطلة على المفتي به قاله صدر الشهيد في النوادر ابن رستم والوصية جائزة. فجثمون كوكسين. Imami i vendit ka përparësi për t'ja falë namazin e gjenazës të vdekurit xhamatit vetë që e ka pas xhamat. Ai xhamati e ka lënë vasijet, jo, une e kam lënë amanet me ma falë filan hoxha. Edhe shkon tash ati, ka i hoxha shka e ka lënë i vdekur e amanet, une du filan hoxha për filan venit me ma falë gjenazën. Edhe imami është ati. Cila duhet realizohet? Duhet realizohet vasijeti të vdekurit, testamenti, apo e drejta e imamit? Në këtë rast, realizohet e drejta e imamit, bie vasijeti i
i të vdekurit, sepse vasijeti i tij është batil, është i pa bazë. Për shembull, që ndodhin tek ne. Po alo amanet, one kur vdes, me më qunë katunin tema që me më varros. A duhet me realizu këtë vasijet? A bojmë gjuna nëse këtë amanet nuk e qëmën? Jo, nuk bojmë gjuna. Pse nuk bojmë gjuna? Sepse amaneti i ti është batile, vasijeti i ti, testamenti i ti është batile, s'ka bazë në shariatin islam dhe nuk mund të realizohet. E kalon amanetaj me falë dikush tjetër gjenazën. Amaneti i ti, testamenti i ti është i pa bazë, përparësi ka imami, pavarësisht se ai personi ka ardhur apo s'ka ardhur, me përjashtim, nëse imami nga mirësia e vet, i jep përparësi atij për me fal xhenazën, jo për shkak të vasijetit, po për shkak të respektit që e ka, ajo është çështje tjetër, por po flas me gjithnjë për prioritetin. Vale al-muftabi, sipas kësaj, po thotë jepet edhe fetfaja. Sadru Shahid, njëri prej usulistave të mëdhtë me dhëbit Hanefi, thot el vasijet gjajze, ki vasijet, ki tash merret me qëtër punë, por na nuk lëshomi në temë. Ki thot që ki testamenti i këtij të vdekurit, thot nuk është batil, është gjajze, është i lejuar. Se ka dallim kur thosh gjajze edhe batile. A batile s'ka bazë hiç, gjajze mund zbatohet. Po na nuk lëshomi natë se kur thishte el-wasaja të testamentit, të fushë të testamentit, aty analizohen këtë punë. Wa in dufina wa uhila alayhi turab bila salat li amrin iqtada dhalika sulli ala qabrihi in lam yughassal li sukuti shart taharati li hurmati nabshihi. Thot nëse është dufin, është varros, dhe e kanë nxjerr vë uhila alayhi turab, e kanë mbulu me dhe, e kanë mbulu varrin. Pa e falë namazin e xhenazës. Li emrin e këtëda dhalike, për një çështje aksidentale, çështje smundje, çështje diçka që ka pengu. Sullia ala qabrihi. Namazi i xhenazës i falet në varr aty ku është. Pra, varroset, sepse in lem yughassil, nëse nuk është la xhenazja. Sepse këtu ka ra një kusht. Ai kushti është e tahare, pastërtia, thamë të kushtet, ligjëratën e kalume, prej kushteve të faljes së namazit xhenazës, xhenazat jetë e pastër. Ki kusht ka ra, atëherë varroset dhe konsiderohet toka se është pastrim në vend ujit, sepse tejmumi zëvendëson ujin, i falet aty te varri ku është, mos e që të varroset. Wa tuadu law sulli alayhi qabla ad-dafn bila ghusl. A kjo mesela është e bukur. Se këtu të që ka lidhje. Nëse ti ja ke falë namazin e xhenazës, pa u la xhenazja, dhe nuk mund të la për x arsye, ti ja ke falë namazin e xhenazës, pastaj e ke varros, thot tuadu salat, duhet përsëritet namazi. Pse të përsëritet? Sepse ka ra kushti i namazit. Kur bjen kushti i namazit, e shartët që kemi thonë në usul është el ademu yedullu ila el adem, mos ekzistimi i kushtit çon në mos ekzistimin e veprës, mos ekzistimi i abdesit çon mos ekzistimin e namazit, mund të falësh, mos ekzistimi i pastërtisë në këtë rast, e orzon namazin. Për këtë arsye thot përsëritet namazi i tij. Li fesadil ula bil kudrati ala taksilihi qabla ad-dafn. Për shkak të prishet namazi i parë. Li fesadil ula, prishet namazi i parë për shkak të mos plotësimit të kushtit. Walau lam yahil at-turab yukhraju fa yughsal wa yusalla alayhi. E kanë lishu, sa e kanë lishu në tokë xhenazën? Nuk e kanë mbulu me dhe, nëse e kanë mbulu i falet aty. Se kanë mbulu me dhe,
do të nxjerrët prej varrit. Lahet nëse ka mundësi pra, lahet, i falet xhenazja dhe varroset. Nëse e kanë mbulu, i falet nuk shplohet. Qëllimi kis ku e bën dallimin. Nëse e kanë mbulu me dhe, nuk ka nevojë me hek dhevin tash. Po i falet xhenazja. Nëse vetëm e kanë lëshu, po hala s'kan filluar me mbuluar, xhenazja është pala, duhet me hek xhenazën, me pastru, pastaj me fal xhenazën dhe me varros. Ma lem yunfasakh, përderisa nuk është prish, nuk është xhenazja, nëse ka nejtë këtë gjatë, ku e dim në rastet të ndryshme ka në për. Ka vdek dikun fush, ka vdek dikun mal, ka shku 4-5 ditë tërse e kanë gjithë xhenazën. Ka rastet të ndryshme pra, nëse thot xhenazja nuk është prish, sepse xhenazja kur qëndron gat, fillon trupi kalbët, dhe ti kur fillojsh ti fërkojsh pjesë të trupit ato i shkullën. Se është mo المعتبر فيه أكبر والرأي للصحيح لاختلاف باختلاف الزمان والمكان والإنسان. Dhe këto duhet me morë gjithmonë mendimin e shumicës, për shkak se ka dallim prej kohës në kohë, prej vendit në vend, prej njerit te njeri, është fjalët të prishje namazit të xhenazës. إذا كان القوم 7 يقدم واحد إماما و3 بعده و2 بعدهم و1 بعدهما. Kjo është me rëndësi. Nëse në namazin e xhenazës janë 7 persona, 7 vetë, njeni prej atyre yuqaddamu wahidun imama, njani prej atyre del përpara se imam, del para reshtit. و3 بعده, 3 prej atyre radhitën pas imamit. و2 بعده, pas atyre 3-ve radhitën 2, و1 بعدهما, dhe njani pas 3 safe pra ban. Safi i parë del imami. Imami nuk është safi, imami është në veti. Janë 7 vetë. Reshtin e parë, safin e parë, radhitën 3 xhamat. Në reshtin e dytë, radhitën 2. Reshtin e tretë, radhitën 1. Pse e përmend këtë? Sepse është e kundërta e namazit të rregullt. Namazin e rregullt nuk bën kështu. Duhet plotësohet safi sa ka vend. Këtu duhet bën 3 reshta, sepse prej suneteve është ashtu. لأن الحديث من صلى عليه 3 صفوف غفر له. Thot pejgamberi alayhis salam, kujt i falin namaz, rahmeti, kujt i falet namazi me 3 reshta, gufira lehu, i falen mëkatet atij. Për të arritë që këtë shpërblimin, edhe 7 vetë mujnë më konë me një safi. Jo, duhet bën 3 safa. Edhe nëse safi i tretë, është vetëm me një person. Por, i pari 3, i dyti 2, i treti 1. Ve khajriha, men salli alejhi 3 sufuf gufira lahu. Hadithin e transmeton عن هبيرة إذا صلى في جنازة فقال الناس عليه أجزاء 3 أجزاء. قال الرسول من صلى عليه 3 صفوف فقد أوجب. Kjo është hadith tjetër, transmetim tjetër. في سنن الترمذي معجم الكبير وفي اللفظ ما من مؤمن يموت فيصلي عليه أمة من المسلمين بلغوا أن يكون 3 صفوف إلا غفر له. Pra ka hadithe me transmetimit të ndryshme, me të njëjtin kuptim, po shprehjet ndryshojnë, që preferohet, Musnedi i Ahmedit thot, preferohet që tjetë 3 reshta. Pse është qëllimi i kësaj? Thot pejgamberi, gufira lehu, që t'i falen mëkatet atij që është në varr pra të vdekurin. Idha ijtamaat janaiz fal ifradu bis salati li kulli minha aula. Nëse ka ndodhur 2-3 xhenaze, njëjtën kohë,
idha ijtamaat al-janaiz fal-ifradu bis-salati li kulli minha awla. Nëse janë 2, 3, 4 xhenoze, me e falën veti se cilën prej tyre është ma afdal, me përparsi. Wa huwa dhahir. Kjo është e qartë pra. Wa yuqaddamu al-afdalu fal-afdal in lam yakun sabqun. Përparësia jepet atij që është njëri më i mirë. Ashtu më ka vdek një alim, ka vdek një xhamat, ka vdek një përparësi fsefte i falët atij. Mirë po thot, nëse këto nuk ka si tonë xhamati, po jo po ti, pse ti babën teme çove dytën, pse që qitet parin, po babën e tij parin, nëse nuk ka kësi grindje pastaj, përparësi duhet të jepet atij që është më i mirë. Po, nëse ka grindje të tilla, për ta shuk zjarrin, falën dhe sulli alejha marratun wahida. Falën këtëve për një herë. إن شاء جعلهم صفا عريضا ويقوم عند أفضلهم وإن شاء جعلها أي الجنائز صفا طويلا مما يلي القبلة بحيث يكون صدر كل واحد منهم قدام الإمام محاذيا له. Nëse janë 3-4 xhenoze, edhe kemi bënë jetë me ja falë, mos krijoje imami, e ruan interesin e gjallëve, po? E ruan interesin e xhamatit, mos bëhet përçarje pse ti dha babës tem përparësi, pse ti vllavit tem si dhave, po aq kush ke, po ki kush ke, për me i mbyll këto përçarje, sepse një prej rolit të imamit është kjo. Vendos imami se lejohet pra me i falë krejt xhenozët për një herë. Thot, në këtë rast ka 2 opsione. Mundet me enu një saf gjanë që kështu, 1 xhenoze, 2 xhenoze, 3 xhenoze kështu, ardhëm. Dhe imami qëndron para njënit prej tij, nëse mundet me qëndruan, janë 3, qëndron të mesi, të gjoksi i mesit. Mundet në këtë formë e një xhenozët. Mundet edhe në formën tjetër. Forma tjetër si është që kjo formë, për shembull. Jo në këtë formën e drejtë, është që këtë formë, që koka e secilit vjen me gjiksin e këtij. Përëfërsisht është sikur vorri pejgamberit alayhis salam me Abu Bakrin dhe Omerin, në që këtë formë ata. Barreza, nuk janë drejt kështu, po është pejgamberi, pastaj vjen pak më poshtë Abu Bakri, pastaj vjen edhe pak më poshtë Omer. I bën që këtë formë. Dhe imami rrin te i pari që e ka te gjoksi i tij. Pra, in sha'a ja'alaha ay al-janaiz saffan tawilan. Një rresht të gjatë. Kështu. Mirë po, duke e bën një dallim të vogël prej njëri tjetër dhe imami qëndron te ai i pari çka e ka aty. Qala Ibn Abi Layla yaj'alu ra'sa kulli wahidin asfalu min ra'si sahibihi. Asfal, kokën, që kjo është, pa e marrë që këtë lapsin, që kjo është koka e këtij. Kokën e këtij dytit nuk e bën barabar, pra e bën që kështu në që këtë formë, te krau i. Dhe këtë tjetërin e banë këtë formë, shkon në mënyrë për shkallëzimit. Kështu thot Ibn Abi Layla. Wa qala Abu Hanifa wa huwa hasanun. Dhe kjo është punë e mirë, thot. Kjo është mirësi. Lianna an-nabiyya wa sahibayhi dufinu hakadha. Pse kështu është punë e mirë? Thot sepse pejgamberi dhe 2 shokët e tij, Abu Bakri dhe Omeri radhiyallahu anhu, janë varros në këtë formë. Pra është varros pejgamberi dhe Abu Bakri është varros jo barabar paralele me pejgamberin, po pak më poshtë, Omeri pak më poshtë. Do të bëni kjo është punë e mirë sepse kështu është varros pejgamberi alayhis salam. وإن وضعوا رأس كل واحد بهذاء رأسه الآخر فحسن وهذا كله عند التفاوت والفضل لم يكن ينبغي. Thotë edhe nëse nuk zbatohet kjo është e afdalia, po edhe nëse drejtohen krejt, fola shej, nuk ka diçka se s'ban, u bë kiameti tash.
Po kjo po tregon cila është më e mirë. ولذا قال وراء الترتيب في وضعهم فيجعل الرجال مما يلي الإمام ثم الصبيان بعدهم أي بعد الرجال ثم الخناثة ثم النساء. Po nëse janë këtë përzime gjenazët, nëse janë këtë burra, ose janë këtë gra, i ranitëm, po nëse janë këtë burra, janë të përzime. Atëherë thot, gjenazja e parë që është para imamit duhet tjetë burri, pastaj khuntha, ato që janë gjinijes asnjëse, thumma sibyan ba'dahum. Fëmijët, pastaj khuntha, pastaj gratë. E njëjta sikur në namaz. Është namaz do dhe kundërta, po. Se ti kur e kthi ka kibla. Namaz të rregullt. Çka vin? Vin burrat, vin fëmijët, saferën, vin khuntha, pastaj gratë. Tash ndodhe kundërta, ama në anën e kundërt. Apet vin burrat, fëmijët, gjinia asnjën se gratë. Vesh në anën e thash, sillet, merre, nuk sillet imami, sillet vetëm xhamati dhe qëndron çat eksakt dhe merr çat pozicion. Thot vëllau kanë kullu rijalan. Nëse janë këtë burra është diçka këtë tjetër, ju dha afdaluhum wa asinnuhum mimma yali al-imam. Nëse janë këtë burra, ai që konstatohet se është më i miri prej atij, më autoritativ është në vendin e parë, ose është më i moshuar, më i vjetër, nëse s'ka ndonjë cilësi që mund të dallojmë, ai që është më i vjetër respektohet mosha. Wa huwa qawlu Abu Yusuf, kjo është mendimi i Abu Yusufit, wal hurru muqaddamun ala al-abd. I liri dhe sklavi kanë dekën, i liri shkon përpara robit, do të vendoset i liri, pastaj robi, wa fi riwayat al-Hasan idha kana al-abdu aslah qaddim. Nuk rrinë rahat këto fuqahat. Këto të mëdhej, jo na. Abu Yusufi po thot, i liri ka përparësi tjetë nga imamit, tonë vjen robi. Hasan ibn Ziyad el-Lu'lu'i, thot po, nëse ki robi është më i devotshëm, më i ndershëm, më i mirë se ki i liri, thot ju ka deb, do të më qitë përpara. Nuk e merr pra shablon. Wa idha dufinu bi qabrin wahid li daruratin, nëse ketë këto varrosen në një varr, edhe burri, edhe gruaja, edhe fëmia, edhe khuntha, wada'u fihi ala aksi hadha at-tartib. Vendohen në radhitje të kundërt. E patëm burrat, fëmijët, gratë, burrat, fëmijët, khuntha, gratë. Nëse varrosen për këtë këto gjenoze, li daruretin, në rast të domosdoshmërie, rast të lufte, rast të kuadiu, varrosen këtë me një varr, radhitja bëhet e kundërt e këtyre. Pra, gratë, fëmijët, khuntha, shishkterit e kundërt e të parës. ولا يقتدي بالإمام من سبق ببعض التكبيرات. S'ka gjë prej kësaj këtu. Thot, men hadara ba'd at-takbirati ar-rabi'a qabla as-salam fatethu as-salat. Kur ka një xhamat aty në të fal namazin e xhenazës, vazhdoni një speti ku e zë imamin, pastaj merr tekbirën. Thot, nëse e ka zonë imamin, veni rrethësh me namazin e rregullt, se në mënyrë shumë të precize shpjegon dallimet mes namazit të rregullt dhe namazit jo të rregullt. Thot, nëse ka ardhur një xhamat, e ka zonë imamin mas tekbirit katërt, mas e ka dhënë tekbirin e katërt, qabla selam, pa hala pa dhënë selam imami, fatethu salat. Namazi i tij ka
ka përfundu se ka zonë namazin. Për dalim të namazi i rregullt. Nëse ke i në xhami, e ke zonë imamin e të jatin e fundit, para se me dhënë selam ti e ke zonë imamin. Këtu, fatit selam, su namazi ka kalu. Indehuma fi sahih, li ennehu la vejhe ila en yukebbire wahdehu, sepse s'ka asnjë aspekt që t'i ban më të tekbirët ki kejt vetë. Kema fil Bezazije vë gajra, si thuhet në El Bezazije, është kjo libër i fetfave, quajtur Fetava El Bezazije. Kjo është sipas imam Ebu Hanifës dhe imam Ebu Jusufit. Aman Muhammed, imam Muhammedi thot, ennehu yukebiru kema kale Ebu Jusuf, thumme yukebiru thalathen ba'de selam, nëse e ka zanë pratën, e merës me tekbirin e katërt, që në realitet është i pari për këtë xhamatin. Është i pari, se ke imamit është i katërt. Thumme, yukebiru thalathen, pastaj kish ka karë këtë xhamati vetë. I merë dhe 3 tekbire, qera. Kable raf il gjenaze, para se të ngritët gjenazja. Sepse nëse nuk i ka bëhen këto para se të ngritët gjenazja, konsiderohet se gjenazja shkoj dhe ti s'ke gjenazë para veti. Dhe ekzistimi i gjenazës para veti është kushti namazit gjenazës. Ve alehi il fetva dhe si pas kësaj jepet fetfaja. وتكره الصلاة عليه في مسجد الجماعة. Dëgjoni mirë këtë pastaj se kemi problemin të ra. Është mekruh falja e namazit të gjenazës në xhamin ku namazi falet me xhamat. Kerahet tanzihije fi rivajetin, në një transmetim. ورجحها المحقق ابن همام والتحريم في أخرى. Të krejt fukahat është mekruh. Të një grup i fukahave është mekruhi tanzihen dhe këtë mendim e përkra edhe Kemal ibn Humami të veprat i Fethul Kadir, shpjegimi i Hidayes, kurse në transmetimin tjetër thuhet se është mekruhi tahrimen. Wala illet, i shtash i shpjegom duk, me se e di une. Wala illetu fihi, motivi i ndalimit është in kene khashjet të telvith. Thot nëse gjenazja qëtë në diçka, me shti gjenazë mrenda. Mrenda është gjenazja. Nëse gjenazja mundet me piku edhe me qitën gjërat të ndyta, sa e shka del prej trupit, fehijet tahrime, nëse ka frikë se gjenazja pikon, a është me krujt tahrime, ve inken shaglul mesgjit bima lem ju bejnë fitnesi. E nëse është e kundërta, pra nuk lën gjurma, është me krujt të nëzien. Li kauli mërvijum, kaulu sallallahu aleyhi wasallam thot, men salla ala gjenazetin fil mesgjidi, fela shej'a lehu. Vë fi rivajetin, fela ajra lehu. Yani limen, lil mejit, s'ka gjo prej ti namazi. Au kanë il mejitu kharijhu, e il mesgjid me abad il kaum. Au kanë il mejitu kharijhu. Nëse gjenazja i vdekur është jashtë xhamis, e i mesgjid, ma ba'dul qaum, i vdekuri, lutot që e pyte këtë, nëse gjenazja është jashtë xhamis, ma ba'dul qaum, me një pjesë xhamatit, wa kana ba'du nasi fil mesgjid, një grup tjetër i xhamatit janë xhami, pra, një pjesë janë jashtë, një pjesë e mrena, po gjenazja është jashtë. E u aksuhu, ose e kundërta, një pjesë janë jashtë, një pjesë e mrena, po gjenazja është mrenda. Në?
xhami. Këtë janë veprimet tëre. Alel mukhtar, sipas mendimit të zgjedhur. واختار كراهة مطلقا صاحب التنوير والحسكفي في الدر المنتكى والدر المختار. كيف كيوشت مكروه. كما في الفتاوى الصغرى خلافا لما ورده النسفي. بالضلين بريك ساي ثبان إمام النسفي. إمام النسفي كنز الدقائق ويبرا مختصر كنز الدقائق إمام النسفي. فالتشطي إمام النسفي واش مجتهد. Nuk kena ikhtilaf në këtë punë. Thot imam Nesefiu thot përjashtim prej kësaj ban. Nëse imami është jashtë xhamisë bashkë me xhenazën dhe një grupi tjetër, la yukra, nuk është mekruh falja e xhenazës. Pra që është më e mira në rastet e tilla është më e mirë, më e preferuar për t'i hikë ikhtilafeve që xhamatit të dalin prej xhamisë dhe të falin namazin për jashtë xhamisë. Nëse nuk ka mundësi, atëherë el hukmu lillah, veprojmë sipas mendimit të Imam Nesefijës, që thot la yukra, por shumica dërmuese thonë se është mekruh. Tenbih, po thot shteki, me 2 pika, vrejtje. Çfarë kjo vrejtje nuk e di. تكره صلاة الجنائز في الشارع وأراضي الناس. është mekruh, vesh të është farë mekruhi, nuk për e të cekë. Tukrah salatul gjenaiz, urrehet, mekruh është falja e namazit të gjenazës në rrugë, me bloku rrugën. Dhe në tokën e njerëzve që janë pronë private, në arën e filanit. Gjithmonë, duke pas parasysh se s'ke mor leje, nëse ai të ka dhënë leje, s'është problem. Pse kështu? Sepse ke shkel hakul amme, ke shkel të drejtën e të tjerëve. E drejta e tjerëve është me kalu në të rrugë. Dhe ti e ke bloku. Se ka disa vendet të na, disa fshatra, që nuk është e rregulluar kjo, në rrugë që ti, 2 minuta, po 2 minuta, po për çdo ditë dhe njerëzit kanë dercët e veta, hallët e veta. Në fund fundit është e drejtë e atij me kalu pa pengesa në rrugë, dhe ti kur e pengon, kjo është një veprim i tillë mekruh. من استهل أي وجد منه حال ولادته حياة بحركة أو صوت فقد خرج أكثره وصدره إن نزل برأس مستقيم. Nëse fëmija kur lind, istehella jep shenja jete. Qanë, lëviz, fëmija në lindje. Bi haraketin e sautin, ka shenja jete fëmija, pra lindi gjallë fëmija. Thot edhe vdes pastaj, mas 1 minutit, vdes. Ki fëmi konsiderohet se ka lindi i gjallë. Qa do të me ba me këtë? Sumia ve gusile. I vetë emri, lahat gjenazja ve kufine, kema alem të hu. Pra, i vetë emri fëmijës, i lahat gjenazja, bështjelët me qefin, që ashtu që përmenën për para, vësullia alehi, dhe i falët namazit gjenazës. Vë verithe vë jureth. Ki fëmija trashëgon dhe trashëgohet. Ki fëmija trashëgon prej prindit. Kur ka lind, inshallah në 5 sekonda, ka lind i gjallë. Trashëgon pasuri prej prindit. Do të thësh si trashëgon mor ki vdiq. Nëse trashëgon, ki kalon një pasuri, dhe ki fëmija ka trashëgimtar të vete, ka babën e ka nonë, ato trashëgojnë prej. Pra jeri thëva jureth, trashëgon prej tjerve, dhe këtë tjere trashëgojnë. Po është e drejta e mirathit, s'po im këtë.
Lima ruvi an Gjabir, transmetohet prej Gjabirit, radiallahu anhu, kë thot, hadith mërfu, الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهله. Fëmijës nuk I falet namaz I gjenazës, nuk trashëgon dhe nuk trashëgohet la yerith wala yureth. Nuk trashëgon e as nuk trashëgohet përderi kur, derisa t'jepën shenja jete. Nëse nuk ka dhënë shenja jete, I ka lindën I vdekur. Bishahadati rajulejni au rajulin wa imraatejni indel imam, me dëshmin e dy njerëzve, duhet dy dëshmitar me vërtetu se ki ka lindi gjallë për drejtën e trashëgimisë, jo për gjenazën do të këta. Ose dëshmia e një burri dhe dy grave indel imam, madje po him në këtë çështjen më profesionalet të kitabu shahade, të libri dëshmive, atje gjeni mendime se është I vetmi rast që mund të pranohet dëshmia e vetëm edhe një grue, për shkak se këto lindjet janë zakonisht çështje të grave që nuk prezantojnë burrët dhe nuk mund të dëshmojnë, për shembull kur lind një grua, nuk kanë burrët punë aty. Mirë, po ajo është çështje tem veti. Këtu thot, për me vërtetu trashëgiminë e tine, duhet të ketë dy dëshmitar se fëmia ka lind I gjallë që t'i kryen këto punë. Ve kala, Imam Abu Yusuf dhe Imam Muhamedi, yuqbalu qawlu nisai fiha. Pra. Pranohet dëshmia e grave fihi në këtë rast. Illa el fil mirathi ijma'an. Që shka e thash, pas ka pas këto. Abu Yusuf dhe Muhamedi, Ebu Hanifja thot, bishahadati rajulejnin, dëshminë e dy burra, au rajulun wa imraatejni, mendimi I imamit, ose një burr dhe dy gra. Abu Yusuf I Muhamedi dhe yuqbalu qawlu nisa fihi, në këtë rast, pra në lindje, pranohet dëshmia e grave pa burra, sepse nuk është punë e burrave kjo. Illa al përveç të dëshmia e nanës, më dëshmo nana për fëmijën e vet. Fil mirathi ijma'an, në çështjet e trashëgimisë, se këtu bëhet lufta gjithmonë. Wa fi dhahiriyya matat wa tarabat walad batni shakka u yukhraj. Thot në librin e dhahiriyya, është libër kjo. Nëse ka vdek gruaja, shtatzan, e tarr el walad fi batniha yushak wa yukhraj. Gruaja shtatzan ka vdek, fëmijën e ka në bark, qahet gjoksi, pra I prehet gjoksi dhe nxjerrët fëmia. Pra shpëtohet fëmia. Nëse edhe s'ka alternativë tjetër kur konstatohet se fëmia është I gjallë në barkun e nanës. Më kedhalika fi sharh al-Maqdisi, edhe ke në shpjegimin e Maqdisiut. Wa in lam yastahil gussil wa in lam yatim khalquhu fil mukhtar. Shof edhe sa kasës me gjasa sën e bitis me sondoja, se morëm ko, atëherë nëse thot, këtë këto që ka I tham këto muhabete, ishin nëse fëmia jep shenja jete. Tani vazhdoni imami thot, çka nëse fëmia nuk ka dhënë shenja jete, pra ka lind I vdekur, çfarë duhet me bë me këtë fëmijë, dhe çfarë duhet me bë me këtë fëmijë më të tjerë, inshallah, në ligjëratën e ardhshme, dhe deri në ligjëratën tjetër, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.